Piktoria dhe poetja Kaltrina Hoti nga Hoti i Kujit, kurore e bjeshkave shqiptare të Plavës, që administrohen nga Malizi, pasi emigroi për shumë vite në SBA, u rikthye në vendlinje dhe nisi aktivitetin intensiv në mbrojtjen e kulturës dhe të drejtave shqiptare të Plavë Guxis. Dimrin ajo ka zgjedhur ta kalojë në Shkodër, ku merr pjesë rregullisht në veprimtarinë e përditshme, ndërsa në pranverë do kthehet sërish në Bjeshk. Shkodra ka depërtuar në shpirtin tim që nga java e parë. Unë e vi për një ambientit që është pak ma i egër, si të them, po, mund të them i egër, dhe të jesh në një ambient ku ke opportunity me konë pjesë e një aktivitetit kulturor, qoftë piktura, qoftë vargu, qoftë kënga, është një ndjenjë shumë e bukur, dhe për mu është një ndjenjë e re, se derisa kom qenë në Mërgat, ka qenë etja për atë dhe, kur u ktheva në Maltëzi në Hotin tim, edhe aty është ende etja për të qenë ajo që jemi, që jam. Kurse këtu më duket që jam sikur zogu që mund të fluturon edhe pa krah. Për Shkodrën kishte dëgjuar shumë tani, po përjetoj nga afër, thot ajo. Përshtypja më e madhe më ka mbetur te fryma e njerëzve në Shkodër. Duke me ecë për çdo mbrëmje ose për çdo ditë në pedonale, edhe ata që nuk i njeh, ti don me i buzëqesh se ata po të buzëqeshin. Domethënë ngrohtësia e shkodranëve është e papërshkrueshme me përjetimin tim. Qyteti vet, historia e Shkodrës, gurt, muret, kalat, gjitha këto që e krijojnë historinë e Shkodrës, vetiu në çdo moment, në çdo ditë në një shikim hyn në shpirt. Shkodra po ndikon dhe në ngjyrat që zgjedh për pikturën. Te piktura ime ka bo një farë ndryshime që nuk i kuptoj as vetë. Prej që kam ardhur në Shkodër, jam tu i depërtuar në ngjyrën e kaltër, në ngjyrën e kuqe, në ngjyrën e arit, në ngjyrën turquoise. Më thëmë, krij këto ngjyra që më japin një qetësi edhe një vullosje të një mendimit, të një ndjenje të përjetuar. Si krijuese, të inspiron në mënyrë shumë të çuditshme. Largimi në pranverë nga Shkodra vetëm përkohësisht. Kur kthehem, unë një pjesë të Shkodrës do ta marr me vete. Dhe kur të kthehem përsëri këtu, do të mundohna të marr një pjesë të Hotit në Shkodër. Dua të them që tash tutje, po më parasysh në çfarë aspekti do të krijoj, patjetër dua të ndërtoj një urë që të shkëmbehemi në mendime, në ndjenjë. Po Shkodra patjetër është të shku me mua në Hot. Piktoria kurorës së Alpeve shqiptare Kaltrina Hoti thot se ka ardhur kohë që krahina Plavë Guxis të rikthehet lidhjeve tradicionale që ka pasur me Shkodrën deri në vitin 1948, kur u mbyll kufiri, pasi jo më shumë se 2 orë udhëtim ndajnë nëpërmjet rrugës së Kelmendit.